Qytetarët e Vlorës zhvilluan protestën e radhës kundër investimeve strategjike në zonat e mbrojtura të Vlorës. Një zëri nga protesta në sheshin Tre Racat. Ata kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Sipas qytetarëve, populli i thjesht nuk përfiton nga këto investime, por vetëm një grup i ngushtë njerëzish të pasur. Në protestë ishin të pranishëm jo vetëm qytetarët e Vlorës, por edhe të ardhur nga emigracioni. Jam këtu për të protestuar kundër investimeve strategjike në zonat e mbrojtura të Vlorës. Jam këtu për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit. Investime strategjike quhen të tilla kur benefitet i përfiton populli lokal. Më lejoni që t'ju pyes ju vlonjatëve të mi, për të kuptuar më shumë mendsinë e kryeministrit ton dhe dashamirësinë e kryeministrit ton. Si është përmirësuar jetesa juaj nga ndërtimi i resorteve luksoze në Bregdet, ato ndërtime që na e ka shpërfytyruar dhe na kanë vllavuruar Bregdetin. Si ju është rritur mirëqenia? A keni ujë 24 orë? Po drita a keni? Me siguri çmimin e naftës e keni më të ulët në Europë, sepse naftë keni plot. Po pensionistët, a ju del pensioni tyre? Ku i keni fëmijët? Po niprit dhe mbesat, a keni shansin që t'i gëzoni dhe t'i mbani në krër? A dëshironi që rinia të qëndroj apo të marrë arakin? Çfarë ju është futur në xhepa nga këto investime strategjike? Si ju është përmirësuar jeta atyre punëtorëve që punojnë në rizortet në Palas? Ju është bërë jeta më e mirë? Dhe nëse këto lek nuk janë futur në xhepat tuaja, në xhepat e kujt janë futur? Si gjithë qytetarët e tjerë, jam shumë emocionuar që jemi këtu sot të gjithë bashkë. Emigrante 30 vjet në Itali, si gjithë bitë dhe bijat e këtij vendi, e bëm mallin jastëk dhe lot ku flinim çdo natë. Një mall që na shtrëngon në gjë, një mall që unë e quaj të pashuar. Kjo nuk duhet i ndodhi më brezave që vinë. Pastaja janë edhe pensionistët. U ktheva në Shqipëri dhe kam hapur një dyqan. Dëgjoj ditë për ditë pensionistët që më thonë, do vi nëna, do vi herën tjetër kur të marr pensionin se 100.000 lekë marrim. Pra jemi edhe zëri i tyre, sepse ata nuk ka kush t'i mbrojë. Protestës janë bashkuar edhe shtetas italian, aty ku është lexuar edhe një mesazh nga aktori i njohur italian, Alessandro Gazman. Aktori i njohur italian, Alessandro Gazman, ka reaguar publikisht në mbështetje të protestave kundër projektit të Zvërnec. Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, ai shpreh se në një ishull i mbrojtur dhe i dashur nga qytetarët, rrezikon të transformohet përgjithmonë nga ndërtimi i një rezorti ekskluziv nga super të pasurit. Gazman thekson se deti, plazhet, lumej, malet janë pasuri që u përkasin të gjithëve, nuk duhen të bëhen objekt privilegjesh për një pakicë të pasurish. Ai vlerëson shumë reagimin e qytetarëve shqiptar, të cilët sipas tij po përpiqen të mbrojnë një mrekulli të natyrës dhe shpreh shpresën që përpjekja e tyre të ketë sukses. Shpresoj vërtet që t'ia dalin, shkruan aktori duke shoqëruar mesazhin me një apel për mbrojtjen e mjedisit. U përqafoi të gjithëve. Kërkesat e protestuesve janë dorëheqja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor për statusin strategjik, si edhe anulimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura.